Titujt kryesor të lajmeve për udhëtime në të gjithë Evropën janë dominuar nga efektet e tensioneve që përfshin Iranin, nga anulimet e fluturimeve deri te frika në rritje për furnizimet me karburant për avion. Por a ka ndikuar këto ndërprerje në kërkesën për udhëtime, apo evropianët janë ende të etur të nisen këtë pranverë dhe verë? Hulumtimi më i fundit nga Komisioni Evropian i Udhëtimeve mbi monitorimin e ndjenjës për udhëtimet brenda Evropës gjeti nivele rekord interesi me 82% të evropianëve që planifikojnë të udhëtojnë këtë sezon, duke shënuar një rimëkëmbje të konsiderueshme nga rënjet pandemike të viteve 2020 dhe 2021. Megjithatë, shqetësimet për sigurinë po bëhen gjithnjë më të rëndësishme. Tensionet e shtuara gjeopolitike po ndryshojnë prioritetet e udhëtarëve evropian me sigurinë në krye midis shqetësimeve të tyre. Të dhënat e ECT zbuluan se 22% e të anketuarve tani e konsiderojnë sigurinë në destinacion si konsideratën e tyre kryesore, një rritje prej 4% nga viti i kaluar, veçanërisht në lidhje me lindjen e mesme. Megjithatë, ndikimi i konfliktit në rajon peshoi më shumë tek udhëtarët më të moshuar, me 45% të anketuarve mbi 54 vjeç që thanë se ishin të shqetësuar, krahasuar me 33% midis të rinjve të moshës 18 deri në 24 vjeç. Udhëtarët përkushtojnë vëmendje dhe kosteve krahasuar me vitin 2025. Pavarësisht se ka më shumë njerëz që duan të fluturojnë, shumë prej tyre po ndjekin një qasje të kujdesshme ndaj shpenzimeve, duke zgjedhur në vend të kësaj të bëjnë qëndrime më të shkurtra dhe buxhete më të ngushta. ECT gjeti një rritje prej 3% të anketuarve që planifikonin udhëtime nga 4 deri në 6 net, krahasuar me një rënje prej 5% të atyre që dëshironin qëndrime nga 7 deri në 12 net. Buxhetet e udhëtimit janë zhvendosur gjithashtu drejt moderimit, me një rritje prej 6% të njerëzve që janë të gatshëm të shpenzojnë deri në 1.000 euro, ndërsa ka pasur një rënje prej 9% udhëtarëve që duan të shpenzojnë 1.500 euro e më shumë. Një studim i kryer nga Ateneo, një firmë globale këshillimore, zbuloi rritje të ndjeshme të çmimeve të biletave të avionit, ku edhe biletat më të ulta të klasit ekonomik u kushtuan pasagjerëve 24% më shumë se vitin e kaluar, duke shënuar rritjen më të lartë mesatare në 5 vitet e fundit.